Zaporozhja, e cila është e pushtuar pjesërisht, jo si tërësi. Mirë po, Donald Trump në plani ka thonë të kohë për hajkejt kjo pjesë. Edhe Zelenski t'ja qetën letërën përpara, në nënshkruj ose vazhdoje luftën vetë. Ose nënshkruj ose bën vetvrasje. Të i tashtë, kimi shtijena në luft, e ke pru, i ke hek me bomba bërthamore, me fabrika, me ato, ja ke njës pas taj me thonë, se ja valone nuk jam shqiptar, po njëm Gjerman tash, ha? Të 3000 vjetë pjesë e kulturës slave, hap, mas 90-ave, ja valone nuk jam ma slav, po une jam ma tash e tutje perendimor. Po qëfar perendimit ja? A me njërë deklarative ndrohet komësia e gjaki, e gjeni, e kultura, e historia një veçara, a për qefi tonë të mund është me thonë vetit sot jem angleze, gjermane, amerikane, je shqiptar vla, o Zelenski, je Ukrajinas. Historikisht ti je pjesë e qasaj kulture, e që ati oceani kulturor të që quhet rusoslavizmi. Si të që tjetë, Zaporozhja, tash, ky rajon konsiderohet zemra e energjisë ukrainase. 38%, o miq, 38% e totalit të prodhimit të energjisë bëhet në Zaporozhja. Në Zaporozhja është centrali bërthamor, më i madhi në Evropë. Centrali bërthamor, ku del energjia për 20% të nevojave evropiane. Përveç qëtyre, në Kherson, rajoni i 4 të cilën e ka pushtuar pjesërisht Rusia, e që Amerika po i thet edhe kjo të kohë për haj e ja pafshajrin, në Kherson prodhohen në vjet 6 milion ton drithra, sidomos grur. 6 milion ton drithra. Kontrolli i Khersonit dënë të thot kontrol i detit të Azovit. A i deti që është e deti i zija, për dini që hi pak si ka Rusia, dhe që shukur me vizatue shtremt në hartë aty, dhe deti i Azovit konsiderohet rajoni i porteve kryesore të detit të Kuq. 89% e transporteve ekonomike, të produkteve, të industrisë, të naftës, të gazit, s'po një vla, minjet të gjitha, kalojnë, ngarkohen e shkarkohen në detin Azov. Khersovi, apo kontrolli i Khersovit do në thot, ta kesh në dorë detin e Azovit, e që edhe këto dikura, edhe në Top Channel, edhe në Euronews, edhe në CNN Albania, kur isha i përdit shumë aty thuaj se mbi 512 video, mbi 512 video i kam një dite, i kam dhanën në këta 3 televizione për 2 vjet, deri në janar të këtij viti ku me mund të madh, me mund kam hjek fort, derisa i kam larguar prej vetvetes, i kam, më thëm, refuzuar, duke i falenderuar për respektin që ma kam bo gjatë gjithë kohës, jo vetëm ata, po edhe klanin, edhe atjetrin, edhe të vëshejen, dhe kam vendos që nga fundi i janarit të këtij viti ma të mos marrë pjesë bashkë në asë një nga televizionet që flasin Shqip. Sidomos televizioneve kosovare, pronarët e tyre, e udhëhecit e tyre, menaxherët e tyre, e din shumë mirë se shka po du me thonë tani, kur do të them fjalien se ju kam dal hakësh. Ju kam dal hakësh dhe si përfundim më pasaj jam koncentruar me izën e Zotit e me ndihmën e ti vetëm në videot e mia në kanalin tim këtu në YouTube. Pra, gjatë qësaj kohë, sidomos në televizionet shqiptare, unë e kam spjeguar që detin Azov, raportet e muslimanve aty, problemet e Turqijes me Rusien, problemet e Krimejes, për shkan Krime, për me majt mas shpine detin Azovesene,
i kam ende të freskëta në kokën time ato shpjegime. Do me thonë, miq, me pushtimin e këtyre rajoneve, të cilat Trumpi ja jep Putinit, Putini vë nën kontroll, jo vetëm tokën e Ukrajines, jo vetëm brigjet, Bregdetin, portët e Ukrajines, por çka është më kryesorja, Putinit po i jepët, apo i ka marrë me njerëz, me miliona ushtar kanë vdek aty, po e merr nën kontroll energjin, bukën, ushqimin dhe të ardhmen e teknologjisë evropiane, të industrisë evropiane. Edhe energjia, edhe gruni, edhe buka, edhe mineralet e ralla, edhe misri, edhe plehrat, edhe xehet, edhe litiniumi, edhe ai tjetri, që i ka pas Rusia, tash kjo Ukrajina tash janë pjesë të Rusisë. Thjesht Evropës i ka ardhur puna pick që të mos guxoj në vitet e ardhshme të mos e livrit as veshin prej Rusisë. Se çfarë do të ndodhë në raportet Putin-Trump, a do të arrijë ta mashtroj, në kuptimin pozitiv, Trumpi Putinin, ta orientoj ka perëndimi, ta hiq prej atij rrezikut kancerit që është atje në Azi, dhe rreziku më i madh për Amerikën, ajo varet krejt prej rrethanave dhe konstelacioneve, por ajo shka unë e di është se Evropën as lufta e dytë botnore nuk ka mujt me e çmontue ekonomikisht sa e ka çmontue që kjo luft, e sidomos sa do ta çmontoj plani i Donald Trump nëse Ukrajina dhe Evropa e pranojnë. Prandaj Evropa është shumë e zëshme kundër këtij plani. I kanë thënë Ukrajinës, na vllavi jam qysh kemi thënë kena më trujtë, i kanë thënë kena më trujtë. Po i kanë çu do armë, do tanke, do sene, por shihet se Evropa nuk e ka fuqien me u ballafaqu me Rusin. E në të njëjtën kohë Donald Trump nuk e ka njëtë, ashtu pa diçka, se nuk ja vlen me luftue me Rusin luftë frontale si NATO. Dhe këto po e përmendi edhe një herë një digresion, një që e kam përmend shumë herë në të kaluarën time. Gjithmonë kam thënë se teoritë të cilat flisnin, jo filloi lufta me NATO, jo pa NATO, jo Rusia, jo imshoj, jo Serbia, janë llafe mashtrime të neverishme konspiracioniste të konspiracionistëve mashtrues ndër shqiptarët. Kam thonë se kur, s'paku sa unë jam të e pa, se si dihet vlade, po unë sa jam të i pa senet, sa jam të i lexu senet, sa jam të i kuptu senet, nuk mundet me pas luft Rusi-NATO. Mundet me pas luft të pjesshme të Rusis me disa vende të Evropës. Hungaria, Tazami, Rumania, Bulgaria, Polonia, sidomos atje nalt, Litvia, Lituania, Estonia, dishka të tillë. Por luftë frontale e NATO-s me Rusin dënë të thot, me mendje të shëndosh, me njetë të pastët, Trumpi dhe Putini me e nënshkrue vetvrasjen e tyre. Shkatrimin total, sepse luftë e NATO-s me Rusin dënë të thot luftë e tretë botërore, luftë bërthamore, dhe fuqitë e mëdha nuk e bojnë këto, se kanë bo kur se kanë bo. Fuqitë e mëdha kanë humbën nga historia duke luftuar për rajone të tjera diku. Por që të ballafaqohet NATO me Rusin sot, kam thonë kur nuk mundet me ndodhë, dhe edhe sot njëjtë vazhdoj me thonë se kur. Por gjenden moduse, gjenden mënyra për pajtueshmëri dhe të ngjashme për të hecë projektet përpara. Tash, Ukrajina po shkon. Zelenskit që kjo Ukrajinë me çto nimeta, me qëtë politik, prandaj do të më arsyetoni mish kur flasun e ka njerë me do tone jo normale për këtë Zelenskin. Vallahi edhe për atë zojën për pare, edhe për revolucioni portokall të i limon të sene, mashtrime. Prandaj them se nuk u tregu i aftë
sa dohet me mbrojt Ukrajinën. Ka mujt, mos më pyetni ti mu paskon vend tisha kishe bo. Vallahi kisha dit ma mirë. E kisha lezu e të ardhmen ma mirë. Rrezikun e kisha parandje ma mirë. Po kjo është mohabet. O, dash, e kisha bo. Zelenski ka mujt me e shpëtue Ukrajinën. Ka mujt me gjetë thelbi i zgjidhjes së problemit ka qenë. Po e thëmë, vish një, thelbi ka qenë që Ukrajina, politika ukrajinase mos me mashtru dhe me imshu shkelëm të kaluarës kulturore, thesarit kulturor, historik, vjeçar të vetit, dhe hap, sa kaq me thonë se teri dje, jemi konë qëta, prej sotit jemi qëta. Smonët, nuk të lejon tyje, historia nuk të lejon këtë komoditet. Rusia nuk lejon, sepse e të konsideron rrezik, bile të konsideron një, aq më shumë kur NATO fillon të zgjerohet, apo të trumpetoj zgjerimin ka kufit e Rusijës. Rusia i ka bajt atje nalt, Estonie, Sene, po se pas ka po rrezik. Te Ukrajina i ka paralajmërua. Para vitit 2014 dhe pas vitit 2014 dhe pas marrëveshjes së Budapeshtit, asoj takimit të NATO-s në Budapesht, se kjo është vija e kuqe dhe këto do të ndalet dhe të ndahet shapi prej sheqerit. Tash, Zelenskit i ka ardhen mbi tavolin letra, nënshkruaje letrën ose dorëzohu. Mr. Zelenski. Dhe kjo është kërkesa eksplicite e Trumpit për Ukrajinën. Nuk është fjalë medjave, por është pasqyrë i realitetit të Ukrajinës. Përpara, tani e kemi një plan, apo një kontrat, kapitulimi, të cilin e dëshiron dhe e imponon shtëpia e bardhë. Më saktë, Donald Trump, administrata e tij. Plani deri para do kohë u konsiderua sekret për shkak se ishte i përgadit larg syrit të medjave, larg syrit të Evropës, bile edhe larg syrit të Ukrajinës. Së paku në fillet e atij plani, në ditët e para. Trump me këtë plan për ju thet ukrajinasve ose pranojeni këtë plan ose vazhdojeni luftën vetë, po neve nuk na ke përpara. Gjeja më e rrezikshme e planit është se plani nuk u shkrua në Washington, por u shkrua prapa perdeve, ku po komunikohej shumë sekret me midis Washingtonit dhe Kremlinit, ku në loj ishte i dërguari special i Donald Trump, Steve Witkoff, dhe i dërguari special i Putinit, Kirill Dmitriev. Do me thonë, nuk kemi të bëjmë me një plan të paanshëm për ta gjetë një rrugë të mirë, paqeje, por kemi një plan i përgatitur bashkarisht midis Trumpit dhe Putinit. Përderisa Trump po dëshiron paqe të shpejt, sepse targetin e ka dikun tjetër, Trump, Putinin në të njëjtën kohë po mundohet të përfitoj kohë nga kërkesa e Trumpit për një paqe të shpejt. Trumpi po mundohet me biti sa më shpejt punën e Ukrajinës, me pas punë për Rusisë, me u lidh me Rusinë, me ja hek sanksionet Rusisë, me kthye ngëteqen, me kthye në për organizmat ekonomik të botës, edhe me e thyje në kurriz raportin e ngjizur tepër të ngushtë midis Moskës dhe Pekinit. Këtë problemi miq është, e thash tash, se thash në fund, në fillim të videos do ta them pak më vonë. Do ta shpjegoj edhe pak. Këtë problemi këtu i Ukrajinës është si me e mashtrue Putinin që të heket nga prehri i Xi Jinpingut, nga prehri i Pekinit, nga prehri i Kinës dhe të lihet këndej. Po mundohet Trumpi me këtë plan me e bind për atë sa mundet Putinin dhe më pastaj me ja fut në goj, në garklan
Ukrajinës që me e përbim me zor atë shka e ka pranue Putine. Dhe pasi të përfundon, të arritë që kjo paqe e shpejtuar që po quhet në politikën ndërkombëtare, pasi ta kryjnë punën me Ukrajinën, me kry punën me Rusijën qatë sa mundet dhe me fillue luftën frontale ekonomike me Kinën, sepse Kina o problemi kryesor i Amerikës. Kina është kanceri kryesor i Amerikës dhe Kina me sa po shihet do të jetë fuqia, nëse jo më e madhe dhe më e fuqishme se SBA-ja, do të jetë fuqia e cila do t'i aprish të gjitha figurat e shahit në marrëdhënie ndërkombëtare që do t'i vendos në të ardhmen Donald Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye, unë Trumpin e kam konsiderue prurje e kohës, rezultat i kohës, dhe asnjëherë nuk e kam quajtur se valla nuk pidi senet, pi ndron llafët, pi bën këto, qysh njerëzit e cilët nuk i kuptojnë politikën ndërkombëtare dhe e cilësojnë një president si të biznismen, valla është nuk i di senet. Ide është momenti i fundit i shpëtimit të Amerikës. Dhe shpëtimi i Amerikës është duke i lanë çdo rreshkat e bukës, troshat e bukës shkabin në sofrën e marrëdhënieve ndërkombëtare si Kosova, si Serbia, si Ukraina, dhe me u kapën me zemrën e problemet, dhe ajo është Kina. Për me mritej të Kina, për me u ballafaqu drejt për drejti me Kinën, do të Rusijën me tërheq shkëndej, Evropën zati me pas në kontrol në përmes kamgjikut të Rusijës, vendet arabeve që ka shtin dorë, Arabinë Saudite, e Katarin, e Bahrejnin, e Omanin, e Emiratet e Bashkuara s'kan çka bojnë, atje javë ka lëshue lëkurën e ujkut, e quajtur marrëveshja e Abrahamit. Izraeli i kryen ato shka do të me i krye ushtria amerikane, dhe kështu Amerika ta siguroj pozicionin e vetë mbisëndus si një perandori, si një superfuqi e cila edhe për një shekull do të vazhdoj jetën e tij.